Respektuar besimtar vëllezër dhe motra, sot me lehtë Allahu të lartësuar jemi tek një sure shumë e bukur dhe madhështore, Suratul Rahman, një sure që ka marrë emrin e një prej emrave të Allahut të lartësuar, Ar-Rahman, mëshirëplotit, të gjithë mëshirshmit, mëshirbërësit, ai i cili posedon mëshirën e madhe, falësit të madh, pranimit të tëubes, falësit të gjunaheve. Sepse po flasim për mëshirë, dhe kur flasim për mëshirën e Allahut të lartësuar, i përfshin të gjitha ato që përmenda më lart. Kjo sure është e përbërë prej 78 ajeteve dhe është shpallur në Mekë. Duhet të reflektojmë pak, të dashur besimtar, gjendjen e Mekasve që e kemi shpjeguar shpesh, në çfarë gjendje të rënd kishin rënë ata. Më e keqja ishte idhujtaria, besonin zotra të rënë përpos Allahut të lartësuar. Akoma më shumë kishin degraduar në moralin e tyre, aq sa vrisnin dhe vajzat e tyre për shkak të nderit, për shkak të mendje madhësisë, për shkak se nuk e pranonin që të kishin vajza në familjet e tyre. Dy shembujt më ekstrem që përmenden në traditën e hershme të asaj kohe. Ndërkohë Allahu shpall një sure e titullon me emrin Rahman, që mesazhin thelbësor e ka: o njeri, çfarë do që të kesh bërë, nëse deri dje bardhje nuk e kishe njohur Allahun e lartësuar, sot që po të shpallet Kur'ani famëlart, po të prezantohet Allahu Gjelle Shanu e Gjelle Gjelalu, njihi atë se ai është mëshirues i madh. E shkuara le të shkoj në kohën e ignorancës që quhet, në xahiljet. Çfarëdo që njeriu ka bërë më përpara pa njohur Zotin, momentin që njeh Zotin, ajo do të zerohet, ajo nuk do të merret në llogari. Dhe kjo është ftesa më madhështore e Islamit, e fesë ton madhështore, që kultivon optimizëm në zemrat e gjithë secilit, kurse si pesimizëm, kurse si mos ta kaloj njeriu në përmendje që nuk më fal mua Zoti gjunahet që kam bërë. Jo, ai është Ar-Rahman. Prandaj urdhëro dhe një sure e ka emërtuar për të treguar rëndësinë e madhe të kësaj çështje thelbësore në fenë islame. Është shumë interesant. Tham, kjo sure ka 78 ajete, 31 përmendet 31 herë në këto 78 ajete përmendet i njëjti ajet. Dhe është një ajet madhështor që përmendet për të kuptuar madhështinë dhe mëshirën e madhe të Zotit ton Gjelle Shanuhu. Dhe ky ajet është Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Pyet Allahu madhështor, e cilën të mirë të Zotit tuaj ju po e mohoni o njerëz. E cilën të mirë të Zotit tuaj ju po e mohoni o gjindë. Dhe ky ajet përmendet në këtë sure 31 herë për të treguar qartazi që një nga gjërat më themelore të besimit islam është që njeriu të jetë falënderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pa qenë njeriu falënderues ndaj Zotit, nuk ka për të arritur kurrë gradën e lartë të besimit. Nëse do ta përmbledhim vetëm me një fjalë çfarë është falënderimi, falënderim do të thotë që të di njeriu me dije të thellë në shpirtin e tij se çdo gjë e ka prej Allahut të lartësuar dhe vet ai asnjë gjë nuk do të posedonte nëse nuk do t'ia mundsonte Allahu i lartësuar. Dhe kjo është të thuash elhamdulillah, të jesh falënderues ndaj Allahut të lartësuar. Në këtë sure Allahu thot Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqa al-insan. Është Allahu Ar-Rahman i cili ja mësoi njeriu Kur'anin, ja i dha njeriu diturinë. Ademit alayhis salam i mësoi atij emrat për çdo çështje të kësaj bote. Njeriu diturinë që e posedon e ka prej mëshirës së madhe të Allahut të lartësuar, çdo dituri që mund të jetë kjo në të gjitha fushat, dhe thot khalaqal insan. Ai mëshiruesi krijoi njeriu. Është një shprehje madhështore në fen tonë, në themelet e besimit, në akiden tonë, që thuhet,
edhe sikur Zoti mos na kishte krijuar, ai përsëri i meritonte falënderimet më të bukura. E jo më që ai neve na ka krijuar, e jo më që na ka mësuar të flasim, na ka dhënë të gjitha gjërat e nevojshme në fizikun ton që ne të jetojmë një jetë në këtë tokë na ka dërguar përkohësisht. E mbi të gjitha na ka krijuar të dashur besimtar. Na ka sjellë në ekzistencë dhe vetëm për këtë nuk do të mund ta falenderonim Allahun mëshiruesin e madh, mëshirbërësin e madh. Prandaj dhe Allahu mbas çdo mirësie që përmend në këtë sure duke treguar një nga këto faktet, qoftë për njerëzit, qoftë për xhindet, qoftë për veten tonë, qoftë për krijimtarinë e universit, thot Febi ayyi alai rabbikuma tukadhiban. E çfarë të mire të Zotit tuaj juve po mohoni. Tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ju shpall kjo sure po ja lexonte edhe xhindëve. Dhe xhindet sa herë që dëgjonin fjalën e cilën të mirë të Zotit tuaj po mohoni, ngriheshin në këmbë në sheh respekti të këtij ajeti madhështor dhe thonim asnjë gjë nuk e mohojmë. Çdo gjë e pranojmë se është prej Allahu xhelle shanu wa xhelle xhelalu. Ky është Allahu jon, mëshirues, mëshirbërës. Zoti i lartësuar e ka vendosur farz që minimalisht 17 herë në ditë të këndosh surën Fatiha në namazin tënd. Në namazet farze. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. E hap njeriu Kur'anin kushdo qoftë, e një apo jo Zotin, do ta njoh, do të prezantohet, hap Kur'anin, gjëja e parë që lexon, falënderimi takon Zotit të botëve, që është mëshirues i madh dhe mëshirbërës i madh. Sepse pikërisht se je ekzistent, ka krijuar, është një mirësi e madhe që nuk mund të falenderohet Allahu i lartësuar ashtu siç ai e meriton. Po ashtu një ajet shumë madhështor në surën An-Nam 54, wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsi rahma. O Muhammed, ti po e shpall Islamin. Tashmë njerëzit po e besojnë dhe duan ta njohin më shumë Zotin subhanahu wa taala. Thuaj, o Muhammed, mësoje këtë ajet dhe t'ja prezantosh njerëzve, besimtarve që duan ta njohin Allahun e lartësuar. E kur të vinë ty ata që i besojnë ajetet tona për ta njohur Zotin xheleshanu, thuaj selamun aleikum. Paqja e Zotit qoftë mbi ju. Kataba rabbukum ala nafsi rahma. Njiheni kështu Zotin tuaj. Allahu, Zoti juaj, ka obliguar mbi veten e tij mëshirën. Ka obliguar mbi veten e tij mëshirën e madhe. Dhe në një hadith do të thotë Allahu i lartësuar që Zoti mëshira e tij e ka kaluar hidhërimin e tij. Kështu është prezantuar Allahu subhanahu wa taala. Kur flasim për mëshirën e madhe, duhet të na vinë domosdoshmërisht këta emra të bukur të Allahut të lartësuar. Allahu është Rahman, ai i cili mëshiron në këtë botë besimtar dhe jo besimtar, njerëz, kafsh dhe çdo gjë tjetër. Siç do ta përshkruante profeti alayhis salam, mëshira e Zotit u nda në 100 pjesë për të na dhënë një shembull për ta kuptuar. 99 i mbajti për ditën e gjykimit, një pjesë e çohu në dynja, në këtë jetë. Ku shikon, thot profeti alayhis salam, që njerëzit mëshirohen me njëri tjetrin, aq sa dhe kafsha e egër e largon këmbën e saj për mos të shtypur të voglin e saj. Dhe kjo është mëshira një e vetme, ndërkohë 99 mëshira të tjera Allahu i lartësuar i ka lënë për ditën e gjykimit, ku me emrin e tij tjetër të mëshirës, Ar-Rahim, wa kana bil mu'minina rahim, dhe ai me besimtarët është mëshirues i madh, do të veprojë ky emër për të falur të gjithë ata besimtar që kanë pasur në zemrën e tyre grimcën e besimit la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Kur flasim për mëshirën e madhe të Allahut të lartësuar, po ashtu duhet na vi emri i tij tjetër i madh, Ar-Rauf, dhe ky është një emër më madhështor se sa emri Rahman dhe Rahim i Allahut të lartësuar. Sepse një shembull logjik na kanë shpjeguar dietarët. Robi mund të mëshirojë edhe dikë që vjen i lyp diçka, don apo s'don, ndoshta edhe me zor ja zgjat një lëmosh. Ai po e mëshiron. Kjo do të thotë që e mëshiron njeriu, po edhe pa dashur thellë në shpirt, një njeri që i ka zgjatur dorën. Kjo është fjala rahime pra, në këtë kuptim. Ndërkohë kur flasim për Rauf, kjo do të thotë që njeriu të shkojë të kërkojë me vrap një njeri që është në nevojë për ta ndihmuar. Kështu dhe Allahu i lartësuar me emrin e tij Ar-Rauf mëshiron edhe kur njeriu nuk kërkon mëshirë. Mëshiron dhe kur njeriu nuk lutet tek ai. Mëshiron dhe kur njeriu nuk e beson atë, sepse
sa jo besimtar ka në faqet e tokës, po Allahu nuk ja kursen atyre frymën, nuk ja kursen atyre mirësitë e jetës kalimtare të kësaj bote. Kur flasim për emrin e Allahut që përfshin mëshirën, duhet na vinë në mendje emri El Ghafar, ai i cili i fshin të gjitha gjunahet. Duhet na vi emri i Allahut në përmend El Afu, ai i cili i fshin gjunahet tona dhe nuk na merr në llogari për to. Duhet na vi emri i Allahut në mendje Et Tawwab, ai i cili e pranon pendimin e robit të sinqert. E duhet na vi në mendje po ashtu emri Allahut lartësuar Es-Settar, ai i cili i mbulon gjunahet tona, nuk na turpëron në jetën e kësaj bote dhe nuk na turpëron në ahiret. Sepse Allahu është Es-Semiul Basir, Alimun Khabir, dëgjon gjithçka, shikon gjithçka, është i gjithë informuar dhe është ai i cili di gjithçka, por përsëri ai na i mbulon gjunahet tona. Po sikur na i shfaqte gjunahet tona haptazi, çfarë turpi do të ishte? A do të jetonte njeriu me turpet e gjunaheve të tij? Dhe kështu përshkruan Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që Allahu i lartësuar ditën e gjykimit do ta marrë robin e tij në vetmi, ai dhe Allahu subhanahu wa taala, dhe do t'i thotë: o robi im, a e mban mend çfarë gjunahu ke bër? Po o Zot. Po këtë gjuna, po o Zot. Po këtë gjuna, po o Zot. Dhe njeriu mendon se tashmë u shkatrova dhe do të hudhem në zjarrin e xhehenemit. Ndërkohë Allahu thot: ashtu siç t'i mbulova në dynja, po t'i mbuloj në ahiret, futu në xhenet me mëshirën time. Dhe pikërisht këtu tregohet mëshira e madhe absolute e Allahut të lartësuar, i cili e mbron robin e tij edhe nga gjunahet. Prandaj është e këshilluar që njeriu kurse si mos të flasë për gjunahet e tij, kurse si mos bëj gjunahe haptazi, se kështu ai do t'jap llogari para Allahut subhanahu wa taala. Një rast të dashur besimtar, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po shikonte një nën që po kujdesej për të voglin e saj, ashtu siç një nën ka mëshirë për fëmin, t'i japi të pi qumësht, të kujdeset për veshjen e tij, të jetë sa më i shëndetshëm. Dhe po e shikonin dhe sahabët këtë skenë kaq të mrekullueshme dhe tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: si mendoni, tha, a e hudh kjo nën fëmin e saj në zjarrin e xhehenemit, e si mund ta hudhi nëna fëmin e saj në zjarrin e xhehenemit? O i dërguari i Zotit, Allahu është më i mëshirshëm me robërit e tij se sa nëna me fëmin e saj. Na përgëzoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që kjo i jep një dashuri të madhe në zemrat tona, kultivon një dashuri të madhe të sinqertë për Allahun subhanahu wa taala, që nuk duhet kurse si kjo dashuri të fiket në zemrat tona, por të shtohet dita ditës për këtë mirësi të madhe, elhamdulillah, që na ka beqatuar Allahu, që na ka bërë prej muslimanëve. Do të kalojmë në një skenë tjetër që nuk i përket kësaj bote, që është një dëshmi e qartë për mëshirën e madhe të Allahut të lartësuar, që është shefaati ditën e gjykimit, ku bëhet fjalë çfarë do të ndodhë me njerëzit në ditën e gjykimit, si do të veprojë Allahu i lartësuar me njerëzit, me besimtarët, me gjunaqarët. Dhe shefaati është një nga argumentet më të qarta se mëshira e Allahut të lartësuar është madhështore. Aty ku 99 mëshirat e tij do të veprojnë mbi njerëzit. Shefaati i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është shefaati më madhështor. Shefaat do thotë të ndërmjetësosh, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ti lutet Allahut subhanahu wa taala që t'i fali besimtarët e tij. Dhe përshkruhet në një skenë madhështore, ku tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ditën e gjykimit, kur njerëzit do të ringjallen në fushën e mahsherit dhe dielli do të jetë 1 milje larg kokave të tyre, e do të rrinë ashtu derisa djerset e tyre do t'i arrijnë deri tek veshët apo dhe më shumë në bazë të gjunave. Do të jetë një skenë llahtaeshme ku normalisht njerëzit do duan që të kalonin në fazën tjetër që të jepnin llogari për veprat e tyre. Dhe kështu thot Muhamedi alayhis salam, do të shkojnë tek Ademi alayhis salam. O Adem, ti je njeriu i parë që ka krijuar Zoti dhe profeti i parë. Shko lutë Zotin, ndërmjetëso për neve. Ndërkohë Ademi do të kujtoj gjunahun e tij. Unë thyva besën që i dhash Zotit dhe bëra një gjuna, ënga prej pemës së ndaluar. Prandaj që nuk më takon mu kjo. I drejtoi tek Nuh alayhis salam, po kështu Nuh nuk e pranoi. I drejtoi tek Ibrahim alayhis salam dhe ai nuk e pranoi. U drejtuan tek Musa alayhis salam dhe ai nuk e pranoi. U drejtuan tek Isa alayhis salam dhe as ky nuk i pranoi, sepse të gjithë thanë nefsi, nefsi, nefsi. Kam frikë për veten time, kam frikë për veten time, kam frikë për veten time.
Këtë e thanë profetet më të mëdhej të Allahut lartësuar. Vaj halli për vetët tona të dashur besimtar, nëse nuk reflektojmë, nuk pendohemi, nuk kthehemi siç duhet besimtar të sinqert në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe të gjithë u drejtuan tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atë që Allahu e pati lavdëruar, që ne bëjmë dua çdo mbas ezanit për atë. Wa ba'athu maqaman mahmud, dhe jepi Muhamedit alayhis salam vendin e nderimit, dhe kështu ai do të nderohet tek të gjithë njerëzimi i botës, sepse të gjithë njerëzit nga i pari deri tek i fundit do t'i kenë tashmë sy tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky profeti i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të thot ummeti, ummeti, besimtarët që më kanë besuar mua, ummeti im, populli im, dhe do të shkoj, do t'i bjerë në sejdë Allahut lartësuar në arshin e tij. Ai thot se do të frymëzohen me dua që kur nuk i kanë bërë, do të frymëzohen me tesbih që kur nuk i kanë bërë, derisa Allahu i lartësuar do t'i thot: "O Muhammed, ngrije kokën, irfa ra'saka, fesel tu'ta", dhe kërko, ngrije kokën dhe kërko dhe do të jepet çfarë do të duash ti. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam do të thot: ummeti, ummeti, populli im, atëre Allahu i lartësuar do t'i japi të drejtën e shefatit. Dhe do t'i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: shko edhe ndërmjetëso, shko edhe merr nga zjarri i xhehenemit ata që kanë merituar të dënohen për shkak të gjunave të tyre të mëdha, por kanë besim në zemrat e tyre. Nëse kanë një besim sa kokra e elbit, nxirri prej xhehenemit dhe futi në xhenet. E bën Muhamedi alayhis salam këtë gjë. Ktheu prapë, thot Allahu, edhe nëse kanë besim sa gjysma e elbit, shko merri dhe nxirri nga xhehenemi. E bën prapë Muhamedi alayhis salatu wasalam. Shko përsëri, thot Allahu i lartësuar, dhe nxirr ato që kanë besim gjysmën e gjysmës së kokrës së elbit, dhe kështu do të dalin nga zjarri i xhehenemi njerëz të panumër, sepse në zemrën e tyre kanë pasur besimin e sinqert, la ilaha illallah. Më pas mëshira e madhe Allahut lartësuar me anë të shefatit Muhamedit alayhis salatu wassalam do të veproj kur është i vetmi ai që do t'i hapet dera e xhenetit që njerëzit të futen në xhenet. Nuk i hapet askujt dera përveç se Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu një nga mrekullitë e ndërmjetësimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është ulja e dënimit në zjarrin e xhenemit për ata që nuk kanë besuar, dhe këtu jepet shembulli i xhaxhait të tij Abu Talib. Edhe pse e mohoi Zotin, vdiq në besimin e idhujtarisë, profeti alayhis salatu wasalam thot: për shkak se ai më ndihmoi mua, Allahu do t'ja ul dënimin në zjarrin e xhenemit, do të jetë personi që do dënohet më pak nga gjithë njerëzit, që atij do t'i vishen 2 këpucë prej zjarri deri në nyjet e këmbëve, dhe do t'i shërbejnë atij për t'ju vëluar koka, për t'ju vëluar truri, për t'u zjerë truri. Dhe kështu tregohet kjo skena e frikshme, Zot na ruaj nga zjarri i xhenemit, por ama shohim që pikërisht për shkak të kujdesit që ai bëri, edhe pse ishte jo në besim ndaj Muhamedit alayhis salatu wassalam, fiton ulje në dënim në zjarrin e xhenemit. Po ai person i cili është besimtar, është ndjekës i sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çfarë meriton ai? Ai meriton të lartësohet në grada. Dhe shohim që pikërisht duaja e Muhamedit alayhis salatu wassalam është bërë edhe për t'u lartësuar njerëzit në grada, edhe pse meritojnë të jenë në një gradë të xhenetit, në ndërmjetësimin e tij do të marrin akoma edhe më shumë shpërblime ditën e gjykimit. Shpërblimi do t'jetë për gjunaqtarët e mëdhej, po ashtu siç e përmendëm pra sa grimca e elbit. Gjunaqtarët e mëdhej që kanë bërë gjunahe, por nuk e kanë mohuar Allahun e lartësuar, mbasi të meritojnë dënimin e tyre në zjarrin e xhenemit për shkak të kundërshtimit të Zotit, do të meritojnë të falen dhe të futen në xhenet. Shohim që prej mëshirës të madhe të emrit Ar-Rahmanur Rahim do të ndërmjetësojnë me lajket ditën e gjykimit për robërit që ata i kanë vëzhguar në jetën e kësaj bote. Do të ndërmjetësojnë besimtarët e tjerë, do të ndërmjetësojnë profetët e tjerë, më falni, pastaj do të ndërmjetësojnë besimtarët për njëri tjetrin. Thot Muhamedi alayhis salatu wassalam, do të jenë besimtarët në xhenet, dhe do t'i kujtohet filani, do t'i kujtohet fisteku, edhe do t'i lutën Zotit: o Allah, kemi pasur filanin me ne në jetën e dynjas, ai falej me ne, agjironte me ne, rinte me ne, nuk e shohim në midis nesh, sepse ai ka bërë gjunahe të mëdha, ai e ka kundërshtuar Zotin, ka merituar zjarrin e xhehenemit. Allahu i thot: shkoni edhe nxirrni nga xhehenemi kushdo që ka një vepër të mirë sa madhësia e një monedhe dinari. Shkojnë besimtarët, i nxjerrin shokët e tyre që janë besimtarë dhe me vepra sa do pak për shkak të llogarisë,
Dhe pastaj thot Allahu përsëri shkoni dhe nxirrni nga xhenemi ata që kanë bërë vepra sa gjysma e madhësisë së monedhës së dinarit. Dhe kështu besimtarët do të nxjerrin shokët e tyre, miqtë e tyre, besimtarë që kanë dëshmuar la ilaha illallah nga zjarri i xhenemit për të bashkuar në xhenet. Do të ndërmjetësojnë shahidët, dëshmorët, deri në 70 vjet, thot profeti sallallahu alejhi wasallam, dhe këtu del në pamëshira e madhe Allahut lartësuar. Do të ndërmjetësojnë dietarët, do të ndërmjetësojnë fëmijët e besimtarëve që kanë vdekur në moshë të vogël në jetën e kësaj bote. Ajsa kur Allahu i lartësuar ti thot fëmijëve që kanë vdekur të vegjël, futuni në xhenet, ata do të thonë duam dhe nënën me babën. Kushti është të jenë besimtar dhe Allahu kështu do t'i bëj fëmijët që prindrit e tyre t'i marrin në xhenet. Dhe kjo është një ngushëllim i madh për çdo që mund ta ketë provuar Allahu subhanahu wa taala në këtë jetë kalimtare. Ndërmjetësues do të jetë Kur'ani famëlar. Lexojeni Kur'anin se do të jenë ndërmjetësues për ju ditën e gjykimit. Luma ai që e ka marrëdhënien e mirë me Kur'anin famëlar. Dhe ndërmjetësues do të jetë agjërimi. Ai i cili ka agjëruar me sinqeritet për atër të Allahut lartësuar, do të thot agjërimi, thot profeti sallallahu alejhi wasallam, o Allah, më lejo të ndërmjetësoj për robën tim se e lash pa ngrënë, e lash pa pirë, ura s'ka pit për atrin tënd dhe Allahu do t'i japi leje. Kurani do të flasi, o Allah, më lejo të ndërmjetësoj për robën tënd sepse më lexoi mua dhe ndeti natën zgjuar dhe Allahu do t'ja japi lejen Kuranit famëlar e hafizave e kështu me radhë. Por kushti thelbësor të dashur besimtar është tek ajeti Kursi, men dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, që mos ta harrojmë kurrësi se kush mundet të ndërmjetësoj ditën e gjykimit përposa atij që e lejon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Gjithë kjo çfarë treguam ndodh sepse Allahu do që të mëshirojë. Allahu ja jep lejen, Allahu është mëshirues dhe mëshirbërës. Dhe shohim që kushti thelbësor është që njeriu të largohet nga kjo botë me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Të jetë i sinqert dhe pastaj këshillohemi nga Islami që të synojmë grada të larta. Sepse ndoshta njeriu mund të thotë po elhamdulillah, inshallah po vdes me besim, edhe pse dënohem prap pas ka shpëtim, por mos ta harrojmë që dënimi i Allahut lartësuar është shumë i ashpër. Donjëherë njeriu mund ta bëjë këtë pyetje. Po mirë, po flasim për një mëshirë kaq të madhe të Allahut subhanahu wa taala. Po atëherë pse ka xhehenem? Po atëherë pse ka dënim? Po atëherë pse Zoti përshkrua në Kur'an dënime të tmerrshme? Po si mund të japim ne këtë përgjigje të dashur besimtar? Çfarë mund të themi për një njeri që e mohon krijuesin e tij, që Zoti e ka krijuar nga hiçi, i dha të haj, i dha të pi, i dha shëndetin, i dha çdo të mirë, dhe ai thotë s'ka Zot. Imagjino në natyrën tonë njerëzore, ti i bën një nder dikujt, ai është mosmirnjohës. Sa keq ndjehemi ne, po si nuk tha faleminderit paktën. Është natyra e njeriut. Kështu thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu është xheloz i madh. Po si është Allahu xheloz i madh? Po sepse Allahu thot, unë i jap njeriut e kam krijuar, i jap me ngrënë, i jap me pirë, i jap gjithçka, i jap mirësitë e kësaj bote, ai shkon dhe adhuron një statuj. Ai shkon dhe adhuron një njeri të vdekur. Ai beson diçka tjetër Zot përpos meje, pastaj ky njeri meriton dënimin kapital nga Allahu i lartësuar. Sepse Allahu krijuesi madhështor krijon, na ka vënë në sprov, ai që e humb këtë provim patjetër meriton dënimin e madh. Prandaj elhamdulillah falenderojmë Zotin na ka bërë për besimtarve. Falenderojmë Zotin dhe lutemi atij që të na forcojë në këtë besim. Allahumma thabbit qulubana ala dinik, o Zot na i forco zemrat tona në fen tënde dhe në rrugën tënde. Do të lutet çdo ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që njeriu të largohet nga kjo botë me besimin e sinqert, por të synojë të shkojë në grada të larta, që mos të jetë ky mendimi që s'ka gjë se do dënohen pastaj do të shkojnë në xhenet, sepse shohim që njeriu më i pakët që do dënohet në xhenem është xhaxhai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do t'i vloj koka, thot subhanallah, Zot na ruaj nga dënimi i zjarrit të xhenemit. Ndërkohë Muhamedi alayhis salam do një besimtar të pangopur për të fituar kënaqësinë e Zotit. Dhe tha, kur të luteni për xhenet, luteni Allahun për Firdeusin, sepse është xheneti më i lartë. Jo për gjëra të thjeshta, po duhet jetë kërkesa madhështore, se ti po i kërkon Zotit. Ai është ala kulli shay'in qadir, të plotëson gjithçka. Prandaj një sure kaq madhështore që përshkruan këtë mëshirë madhështore të Allahut lartësuar konsiston në emrin e tij Ar-Rahman dhe në ajetin Fabi ayyi alai rabbikuma tukadhiban. Zoti është mëshirues, atëherë cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
Pse nuk ktheheni në besim o njerëz? Pse nuk e besoni Zotin? Pse nuk jeni të bindur? Ju jeni të bindur, por ta keni një bindje të thellë që do të jeni të përkohshëm, do të vdisni, do të takoni Allahun subhanahu wa taala. Kjo është e gjithë filozofia. Zoti na bëf që të vdesim me këtë besim të sinqert, fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahu na bashkoft gjithëve në xhenetin e tij të lartë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli